Zoti Kryeministrës, zotërinë e pretenduaje, me 2,3%, sot nuk do të mandot frymën me 4.000 lekë, 1 qerekile djathë. Ne kemi kontribuar në prodhet më të vështirë në tokës. Prandaj, ndihni me se do vi një ditë edhe ju nuk do jeni në atë karrige. Kishte për kushtimin tuaj, zellin dhe këmbguljen tuaj për të fituar atë që ju takon, Shqipëria do ishte një vend shumë i begat dhe shumë demokratik se ç'është. Në fakt, është e drejta juaj, sepse statusi i minatorit është në thelb njohja nga shteti shqiptar e vështirësisë së punës në minierë, e rreziku tjetër ditë për ditë sa herë hyret në galeri, e dëmit ndaj shëndetit që i bëhet minatorit dhe që akumulohet vit pas viti. Ngritur atë të shkret pension për minatorin, ju mendoni gjeni kohën për të ngritur rrogat tuaja, për të bërë ligjvërisje, për të ngrëni pa ndershmi, se i ndershmi shtypet me këmbë në politikën 35 vjeçare uzurpatore nga ju bashkibozuk që jeni atje brenda, se ju nuk jeni bijtë e popullit, sepse përderisa nuk përfaqësohen interesat e popullit, nojnë pasurit tuaja maramëndse që keni nga jugu në veri.